Me objektivin drejt kategorisë së parë, ekipi i Orikut ka dalë me 3 pikë nga transferta e Peqinit, ku ka fituar përballë ekipit vendas të Shkumbinit në shifrat 2-1, një ndeshje e cila është vendosur në pjesën e dytë të saj, teksa që në minutën e tretë ekipi i Orikut do të gjejë golin e avantazhit, ndërsa do të arrijë të realizojë me mbrojtësin Gjinaj. Megjithatë, vendasit e Shkumbinit kanë arritur të barazojnë rezultatin në minutën e 19 me Picaron. Ekipi i Orikut ka dominuar krejtësisht takimin edhe pse ai luaj në transfert, ndërsa në minutën e 87 Gjoka shënon edhe golin e fitores, duke i dhënë kështu ekipit të Orikut 3 pikë shumë të rëndësishme. Ekipi bregdetar ka dalë me fitoren 2-1 nga fusha e Peqinit, e cilësuar si një nga transfertat më të vështira. Me këtë fitore, ekipi i Orikut vijon të mbetet 2 pikë larg luftëtarit që kryeson renditjen e kategorisë së dytë në grupin B. Megjithatë, për ekipin e Orikut vijon tashmë të mbetet objektiv ngjitja në kategorinë e parë, teksa janë për të luajtur të paktën edhe 4 takime, ndërsa ndeshjen me luftëtarin do ta luajë pas disa javësh pikërisht në fushën sportive të Orikut. Fitoria e arritur në Peqin është mjaft e rëndësishme për objektivat që ka ekipi i Orikut për këtë sezon, e cili është duke bërë një paraqitje mjaft të mirë.